Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin pas mesnate në aksin Thuman Kruj. Një konflikt i vogël pas një aksidenti me vetur u kthye në tragjedi të menjëhershme. Qëndroni me ne për të mësuar të gjitha detajet zyrtare. Rreth orës 00:40 Petrit Ndou, 57 vjeç, humbi jetën gjatë një konflikti fizik. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur pas një përplasjeje të vogël me makinë, e cila u përshkallëzua në dhunë. Shërbimet e policisë kanë kapur autorin e dyshuar dhe persona që mund të kenë ndjeni për ngjarjen. Për shkak të hetimeve, të dhënat e tyre nuk bëhen publike, ndërsa grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e rrethanave. Burime nga policia bëjnë me dije se autori është një 28 vjeçar me inicialet AV, banues në Mamurras, i cili dyshohet se ka goditur viktimën me çekiç, duke i shkaktuar plagë fatale. 28 vjeçari është shoqëruar menjëherë dhe po merret në pyetje nga grupi hetimor. Paralelisht, policia po mbledh dëshmitë e dëshmitarëve okular dhe po analizon provat materiale për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe hetimet kanë filluar. Qëndroni me ne për çdo zhvillim të ri dhe mos harroni të abonoheni dhe të aktivizoni shiritin e njoftimeve për të mos i humbur lajmet më të fundit.